Minutat e fundit të ndeshjes së Serie A mes Napolit dhe Lecces kanë dhuruar dhe momente ankthi për shkak të situatës së sulmuesit të miqve Lamek Panda. Futbollisti në mënyrë të papritur në tokë pa ndjenja, duke ngjallur shqetësim dhe panik të menjëhershëm në fushë. Ishte Ylber Ramadani, i cili vrapoi parit e shoku i skuadrës, ndërsa edhe trajneri i Napolit Antonio Conte la pankinën e ekipit të tij dhe hyri në fushë. Mjekët e të dy skuadrave vrapuan dhe i dhanë ndihmën e parë dhe më pas futbollisti u transportua në spital me ambulancë. Për fat të mirë gjithçka raportohet se ka kaluar pa probleme. Ai kishte posuar një goditje në ij në të majtë vetëm disa sekonda më parë dhe ishte shqetësuar dhe për arsye emotive. Nga klubi i Lecces bën të ditur se futbollisti pret të bëhet baba në ditët në vijim dhe kishte keq interpretuar dhimbjen, ndaj dhe kishte humbur ndjenjat.